Vim nga Strasburgu për të mbështetur sot, për kauzën tuaj. Kur tragjasi goditet dhe Vlora. Kur Ducati grapitet dhe Vlora. Kur vuani ju, vuajmë dhe ne me ju. Ky është vendi juaj. Dilini për Zot. Mos u trëmni. Qëndroni të fortë. Solidaritet pa fund me ju dhe të drejtën tuaj për të vendosur për vendin tuaj. Zëri juaj duhet dëgjuar. Ju bëj thirrje autoriteteve lokale dhe qendrore të vinë në Tragjas, të flasin me banorët, të dëgjojnë hallin e tyre, të shpjegojnë çfarë ishte u të dalin kundra vullnetit të tyre. Sepse Tragjasjotët vendosin vetë, nuk ka nevojë për ta. Jeni treguar fisnik. Ju a kanë marrë për dopsi. Jeni treguar të urtë, të butë, e ju a kanë marrë për dopsi. Ju kanë në përkëmbur, për baltur. Përfaqësia juaj në Këshillin Bashkiak para pak kohësh u trajtua me përbuzje. Këshilltarja e partisë në pushtet ju përbuzi. Ju pa me inat, ju pa si kërcënim. Turp për ta. Kjo nuk është një mbledhje politike. Tu vi si qytetar i Vlorës, si një djalë i Vlorës që ka ikur para 18 vjetësh emigrant, dhe nuk më pëlqen ta shikoj vendin tim në këtë gjendje. Çfarë është kjo? Kush janë këta që vendosin për Vlorën, për Tragjasin, Ducatin, Origumin, radhimën? Kush janë këta? Mes jush ka shumë që i kanë votuar, këtë e di shumë mirë, por ka ardhur koha të vendosni për veten tuaj. Mos ta harrojmë që së shpejti ka zgjedhje. Nuk duhet të bëjmë si ku nuk i dim. Atë keni në dorë. Për momentin qëndroni të fortë. Duhet të bërë më tepër. Duhet në tundë themelet e bashkisë. Duhet të jeni atje prezent. Ishit shumë të butë. Ju pash nga larg. Përfaqësia juaj u tregua fisnike, por nuk u konsiderua. Duhet kishit qëndruar aty, jo të ikmit. E keni vetë në dorë. Ndaj qëndroni të fortë, tregoni veten tuaj, bëni ç'është e mundur. Duhet të ketë përfaqësi masive, organizim masiv. Mos mendoni që asgjë s'ka për të bërë. Mbështetjen do ta keni pafund, e keni mbështetjen, ndaj vazhdoni, qëndroni. Faleminderit.